Kosova ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të dënojë publikisht deklarimin e fundit fashist të ministres serbe Snežana Paunović dhe kjo çështje të ngrihet edhe në diskutimet për procesin antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Glauko Njufca në një letër drejtuar përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka bërë të ditur 3 kërkesat që Kosova ka nga BE pas deklaratës së ministres serbe që po të ishte në vend të Milošević që do të bënte spastrim etnik të Kosovës. Në letrën e publikuar në platformën X, Konjufca ka shkruar se Kosova kërkon që BE-ja të dënojë qartë dhe fuqishëm deklaratën, që t'ja kujtojë Serbisë se deklarata të tilla bien ndesh me vlerat evropiane dhe kjo çështje të ngrihet në dialogun për antarësimin e Serbisë në BE. Ai vlerëson se kjo retorikë dëmton dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe minon besimin në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Konjufca ka shprehur shqetësim edhe për reagimin e deritashëm të Bashkimit Evropian, duke kërkuar një qëndrim më të vendosur ndaj gjuhës që nxit urrëtie dhe bie ndesh me parimet mbi të cilat është ndërtuar Bashkimi Evropian. Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Blereme Ramosaj ka deklaruar se ata që brenda LDK-s po e kundërshtojnë koalicionin me lëvizjen vetëvendosje i bie që të jenë kundër ndërtimit të institucioneve të reja. Sipas tij, kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka treguar pjekuri politike, duke vendosur të ndërpres përkohësisht dialogun me vetëvendosjen për një marrëveshje të mundshme shkaku i nismës për shkarkimin e tij. Ramosaj në interaktiv kritikoi grupet brenda LDK-s që po kërkojnë vot besem ose shkarkimin e kryetarit, duke vlerësuar se veprimet të tilla në këtë fazë dëmtojnë procesin e krijimit të institucioneve. Ish deputeti ka thënë se çështjet e brendshme të partisë do të duhet të lishin për një periudhë më të qetë, në mënyrë që prioritet t'i jepet formimit të institucioneve për të cilin sipas tij kanë votuar edhe qytetarët. Fuqi plot e fuqishme. Është rritur sërish çmimi i naftës në Kosovë. Çmimi tavani i naftës i vendosur nga Ministria ka shënuar rritje prej 3 centësh të shtunën krahasuar me një ditë më parë. Sot 1 litër naftë mund të tregtohet me €1.63 dhe çmimi i benzinës ka shënuar rritje prej 2 centësh. 1 litër benzin do të mund të tregtohet me €1.45. Çmimi i gazit ka mbetur i pandryshuar me një çmim maksimal prej 60 centësh. Rritja e çmimeve të derivateve vjen pas prishjes së marrëveshjes së armëpushimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Tensionet e mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish pasi të dyja palët kanë vazhduar shkëmbimin e sulmeve ushtarake në rajon. Sipas raportimeve ndërkombëtare, Irani ka ndërmarrë sulme ndaj disa objektivave ushtarake amerikane, ndërsa ushtria amerikane ka kryer sulme ajrore ndaj zonave strategjike në Iran, duke shënjestruar qendra komanduese dhe sisteme të mbrojtjes ajrore. Autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se nga sulmet janë prekur edhe disa objekte civile, ndërsa vendet aleate të Shteteve të Bashkuara kanë raportuar për përpjekje sulmesh dhe ndërhyrje me dron. Në qendër të shqetësimeve mbetet ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës, ku situata vazhdon të jetë tensionuar. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar pasoja të mëtejshme ndaj Iranit nëse nuk rikthehet në negociata, ndërsa zyrtarët iranian kanë deklaruar se nuk do të pranojnë marrëveshje që cënojnë interesat e vendit.